E që tash jena goti. Bravo. Se tu harru qa kom e thonë, atin bravo. Në Roma, në klan Kosova, robi plakët kur do në vetë me Santin. Kështu Anisën e përmetës atë bravo vind! Anisën s'me informat se sështë. Anisa... Me grip është. Me grip, ha? S'ka të nalli qëto gripa, merë një sa ma shumë vitamina edhe me mgu mu. E përdër një qëto... Tregrën bashan, zotin se... As gripe së të kapë, Që dy moti. mu se m'smu heq. Po është e kuqe. Ma mëna e kom brezovic. Jo, la! 3. A! Gra. Kështë gra, dhe më femna. Ej! Sonte i kena një musafir fantastik. Kena më knaqë të bu ma bet edhe muzikë zakonisht, po i kena të mirë musafir të më thonë edhe që po knojnë. Po, na këshim shku mas pari me Luxor Hotelin, i cili është në dalje të Bllacës, në kufi Maqedoni me Kosovë. Së dilni në Maqedoni, në e djathë, Luxor Hotel. Aty hatë, pijet, luhet, bot, neja fantastike. Reklamimi në aeroport. Të gjitha bizneset e Kosovës, dhe po ashtu edhe ato të diasporës, mundin me reklamu në aeroportin e Prishtinës në numrin 049-165-444. Prita që pëthu ti, po se ke mësu. Ja, nuk i përzina, unë e halë këtë në punë. Në punë t'uja. Në punë t'uja. Pa unë bërko. Pa unë bërko. Edhe... Bale, edhe na i ditë mëni me mpo me Siza. Po i sholla. Operacja. Teknologia. Jo, mërë qëfar pja marrë një turë këtë sytë. Kajtër me dhe. Shka s'kish pajnë me ata sytë? Kejtë dynera këni mu duk. Operacion. Për larkë, për ofër, kisha cilindër. Do me thonë lëmp i syve isha. Kërë këmë bo kontrolën, ka ishin ato punëtorët aty, a one zakonisht një kep në gjepa, dhe një kështu të qërume. Ej, këto hargjimet njët jënë rritë, peshin edhe vetë, jënë rritë qatë shumë, që mës me të punu gruja. Ti dashnore së në monë. Do me thonë shfarik, po të kalë dhe mës me punu dhe gruja në shpe, shvalerë kësë të me thonë, lësë kënë, s'po mujë. E kanë qitë grupi punës, duna mundapi të e. Po se dhe gruja ma një mëjke ka pak, kur dirë shumën e ti. E kanë qitë për punës grunë. Santi, ti po mënët që është tajkore kjo punë veç. Po hen, buri, pej punës në shpe, uop, më dhonë fjetjes, e rifi, krevet me gru dhe veç si përshe, veç po qotë, shpejt, po veshët dhe po del. Po problema? Gru, që ka mërë kjo punë kështu? Edhe vetë po që ditë na. As ty mirë ditë, as mund ditën e mirë. Do me thonë, po, kultura më në këtë mërë. U prish planeta, dhe keni shëkja mizisës, u prish planeta. Kështë qka s'po ndodhë. Pi bjen djali 3 femna në shpe. Nona, të e pi një kafe turke, aty, tu këqyte rezerë, si të këthet. Ha, djali jem. Nun, cila po ta mërmenja që është e emja që kom e pru në shpe, pishtë me 3-ave. Tha që kjo e majta, tha se si hini, tha më bërë nërvëz. Që që ka një notin grove, adhe nuseve vjerat, adhe në po. Për këtheja pa të që të balës? Pa e ka zgjith, edhe ja qëlloja e nona. Tha non, cëla po ta mërmenja pishtë me 3-ave që kom e kone emja, që kom e pru nuse në shpe. Ato 3 ken.
Kjo, që kjo e majtë atë gjolem, tha se si hini, tha në shpejt, tha ja nisi me më bu nërvëz. Ajo pja qëlloj. A te ka zitë porin për fillimit? Edhe një edhe pe kry. Po vjen femna në shpi, edhe pja bën, i dashur i saj, tha, ko ke konë, tha, të frizeri, a? Tha, a pe i stilit flokve, a pe i njyrës pe vrena, din? Pe dalën, po dhe e qëllove. Tha, jo, tha, vishën të mungu 100 euro, tha në gjep. A ja mërë në shla? Une jo. Jo, a? Kom të mija. A dhe i po i flok pa pare. Jo, s'kesh të flok. Shkoj me marketing edhe këthejme me musafirin. Erdë momenti. Ma në fund. Ma në fund, a? Eftoj musafirin e sontëm e ajo është. Please welcome. Bendi, a e një gati? Kush kemë më musafir? Ardit Stafaj! Kur dush të japë? Shtë shpiti ma kam pru. Pe filloj, pe përshëndes njerë orkestrën që e ki fenomenal. Robert Matmir i mbende ki definitivisht. Emisioni ma i mirë, në orkestrën Matmir, kombinim fenomenal. Krejt e lavdojnë, veç qishtu si ti, kur se ka bo. Edhe ti edin që këto e në fjallë shumë të vërteta, shumë të ralta, të e pas parasysh që nuk i lavdroj kollaj gjithë kërë. Qa ka 3 herë ditë loqë. Mirë, Robert, mirë. Tu u mundu me marrë vetë vetën, të e pas parasysh që ka disa ditë që dola prej shtëpisë më të famshme të Kosovës, Bigit, edhe jom të akumulu, jom të mush me energji, edhe sigurisht arditi me ju këthy venit ku për çka jom kriju realisht, skenës. Shumë shpejt për këtena në skenë, shumë këngë on the way, edhe me vazhdu aty ku e kom lonë. Që ka ndodhë që erdë puna me mu futën Big Brother, që ti me vazhdu, që ka ndodhë që e ke buat pauze, që e tërheke, Na e dim, me qenë se na kemi lidhe familjare, edhe do me thonë kërkon se kon ma të afert si ty, pa ka shumë ki informata, saj përket pësa arditi ka mungur realisht skenës, ato vite kanë qenë, do me thonë, me justifikona plëtsisht, për vetë faktin që unë e ndala karjerën se familja para se gjithash, u kujdesa për Agjën e Mverë, për tetën shank, do të thotë mosha e bënd vetën, smundja e atyne, edhe ato, do me thonë, u bo pak si gjatë, u bo në vitën pytje, prandaj arditi ka mungu skenës se për kur gjotë tjetër, kurën e kurës nuk kisha hek dorë prej skenës. Albani u martu, Astriti u martu, ti ke metit, ti e i treti, apo jo, po ju një bineq? Unë jam maj masa Astriti, 2 minuta jam, po. 2 minuta? Po, 2 minuta. Po, unë e shpesh këmë thonë, në për intervista, adin pëse Robert su fute pak ma herët në këndim, adin për muzikës, për muzikantit. Thash për sportista, është keq, kalën një ko, për kanktor, për muzikë, për kështu, për karjerë të artistit si muzikantit, si kanktor, s'ka mosh. Normal. Normal, e nuk Me diskutohet. thonë zotë ymer si Agjet Sabri, me 82-3 dhe halok, kënën, do me thonë, gjdo vikend është i në zonën. Kështu që nuk ka vonë kur, edhe Kur nuk ka vonë, normal. Presim me Faleminderit. albume me projekte shumë të mira. Faleminderit shumë. Sa ti do shta dhe ty me të pyti qka, kur që shpinin, kur po folin këta, din që dalin për Big Brother, aja e kone dhe ti qëtun që si... Nesë tash po po më 15 vjetë që ke dalë, adin. Apo? Ku po më të parin, Shumë para 4 vite. Dytin. Dytin, ha? Okej. Okej, pa ka shumë Na, edin do shta që ka santi. duk eksperienca. Shumë mirë. Shumë mirë, është A ki mund me gjetë vetëm rana?
Sa u shef ta? A ke lytë shef sa? Qashtu diçka. Qashtu diçka, edhe më shef. Njerë qash miru më ta më shef. Qashtu, këtyre, është diçka që unë realisht e kom kalu para prakisht, unë vitin 2011 veç e kom fitu njerë, realisht një reality show, vip shpia në realisht, edhe kjo ka qenë hera e dytë për mu, po thjesht e shfrytëzova ato që ka deshta unë me arrit, e arrita. Realisht do me të i kteva audiencën, i kteva generatat e reja ka vetvetja, edhe normal Big Brotheri më i madhe jemi është këto. Edhe sigurisht që mu dasht një refresh, një comeback, edhe kjo është forma ma e mire mundshme, ke do me thonë momenti i duhur, edhe Arditi do me thonë e shfrytëzova mas mirti. Kur gjo tjetër nuk kom prit, besomni, se për asnjë çmim, Arditi nuk ndryshon, nuk ndryshoj karakter, nuk ndryshoj vetveten. Hina mrenda isha ajqi, isha ajqi jam edhe jashtë. Do me thonë kalova për të plota, po thuaj se 100 dit, edhe ato që ka deshta me marru në e mora, edhe tash vazhdojmë tutje me profesionin, sigurisht. Nuk e kom pas vështira s'pak, aty këtu do me thonë e kom vrejt për në fillim që ka qenë ndeshje generata, që dhe në automatikisht, falë përvojës, përvoja e bënd vetën, e kom kuptu me njerë se në qëfar mënyre unë duhet, do me thonë, me qenë mrenda, aj që jam, gjatë qëndrimit tim, se form tjetër nuk ka pas. Në fillim, kur je hi, son të kom për cilë, ku menu që kime shku dherin finale, se edhe pak edhe të kanë kursy banorët. Po. Se kanë pas respekt për Arditin edhe kanë kursy, nëse i shakon unë, në shpesh ju kësha këthy. Okej. Po, të kalzoj drejt, po masën e po që nuk është ka dënë, thjesht është ka dënë me lujtë, është ka dënë me najtë Arditi që ashtu që shështë edhe i shku aty për respektin duke që kam pas banur të dhas nuk e ka nominu as kur gjë. Që ka mri, që ka rrit këj, me posat. E kanë gjithë një qëtësi të Arditi, jo një mirë se cili dhe që ka qenë për rati. Pikrisht. E përmeni edhe Arditi ma herët, na jemi kështu familjarisht, se du më thonë, indjeri, enveri, qashtu që si generate me babin, me të morin edhe kolege dhe kanë bu muzikë bashkë, për shankën s'po flasim mo, kisha pas qef, mju falenderu tash fmive se ata dytë nuk janë, që kanë bu për neve gjatë luftës, do me thonë, unë e këmë qenë në gostivar i vendosën, mi hita shthellit është late night show edhe po s'ka lidhja, dhe se menoj njës që këtu vëq hajgare jo, këtu, që kjo është reality show, që kjo është qasi emisioni që këtu rrena s'ka, na mujna me bo hajgare, po une kur këm dal me Polin, me Patrisin, me të ndjerën mamin, të utën edhe të morin me kertemin, në kufi, mu më kanë zirë për kerit, edhe më kanë qunë në atë kufinin ilegal. E këta i kanë lonë se unë s'kum pas pasaport. Ka qëllu pasaporta në ambasatë të Amerikës, me Sinoni të doshtë me shku në viteve 96-97, ka me të kur s'ma kanë kuj pasaportën e Jugoslavisë. E kemë qëtu një farë kojshije. Po, edhe do me thonë, këta kanë prit 2 javën kërë, mune 2 javën malë. Kur kum shkune, kur kum rinë Kumanov, e kum kuptu që këta jënë në shkup të disa kushërit tonë që i kemi atje, prind. Poli, Patrisi dhe prind e me. Unë e më shku me njën gostivarë, se që aty kum bu mëzit, që aty i një okej kolegë që me, edhe me njëherë, Shanka ka thonë, ku jenë ata në shkup? Qka po bojnë në shkup atje? Tap e ka me njerë kojshin e para, ata në zicër jenë ata, dikur në familja, shpinë në bërë, me një bërë i kam posë në shpijat, e thotë shpia, bjeri këtu, i ka vendos, i ka regullu këtë, i ka sistemu, dhe më thonë, këta vetë gjumin e kanë bo aty, me hongër, me pi, kretë të këta. 3 muj ditë, si unë konë pak. Edhe, na, s'ka lidhje që farfejnë e na shqiptar, por na i kena emnat Polinik, Robert Patris, këtë kanë menu për neve që jena të fesë katolike. Edhe Shanka, Petrit, kujtja pa të gjitë emnin Petrit? Atë dhe. Edhe për kime edhe që këshit në gostivar, jem pak adin që ashtu adin fejnë e këshin adin, dhe po, mësë me kuptu adin, mësë dojnë që anak i pru këtu adin, atë dhe, Petrit, që shtë janë ndroja emna të thëmë, adin këri po. Si Shanka, no. Si Shanka që shështë, po, adin falim nerës juve, që anak po. 3 muj dit, do me keq ato mërzia me që të sene, kur shkesh anak aty mi po, këta, u shkrishim të kesh me hongër, me pi, me kesh, me tënat, edhe indjeri e mveri o kona, kur su bo nërvoza, sa s'ku që vëq kesh, kërë adin, a e Shanka fëll ke gjithë, kësha, a i kur su bo nërvoza, s'ku që, kështu që, s'kam qa folin e me këta, ti moje që të farë epizodi. Shumë e vërtet, do të më shkru, ati qysh, do të më shkru një liber për neve, të më thonë,
për familjet tona. Para prakesht, të anis muzikalisht e të dalë edhe në jetën reale, sepse me të vërtet kemi pas një afërsi dhe vazhdoj me pas dhe në generatat e reja. Ato që kanë pas prind tonë me zveti, fatmirësisht është përqu, do me thonë, ka kalu edhe të na, edhe na sot jemi shumë mirë, kemi raporte, kemi respekt dhe dashni të zakonshme për njëri tjetrin. Për hotër, tjera nis edhe të shëshnis edhe nonave që i kena pos do nonat mirat mrekullushme, që s'janë mu me neve, larg te e moj none, a ka mundësi me knu, është për kong, larg te e moj, bendi, a i një gati, shkojmë me Ardit Stafaj, edhe bendi Robi Plakët kur do vetë, themi pas pak. Larg te e mojnar, djeli nuk më gro, kur shohem nga gjumi, ti nuk të shoh. Dalim para syve, në natë kosovare, tu i primit e tyre, moj Kosovanar, në zemër të kam, ti është armëria e ëndrëmet mi, moj Kosovanar, zemër të kam, ti është armëria e ëndrave mia. Mali më kamar, për visat të qaj, kararave fushave gure përmar. Zemra ime jena, gjithmon e kërkon, dashurin tane në Kosovë tashiaj. Moj Kosovanar, në zemër të kam, ti është armëria e ëndramet mi, moj Kosovanar, në zemër të kam, ti është armëria e ëndramet mia. Bravissimo, bravo. Jo, me këtë orkestër, gjëna është mësë me knu. Fenomenal, fenomenal, kemi tingullu, perfekt, faleminderit orkestra, e bom një realizim me të vërtet shumë bukur. Ti që kënën që 30 kusur vjetë, 40 gati që kënën. Po. E kem njënë pi kamermana, apës pëdu me full, cili është, po vjen qëtu ma herët, po shtron me këta, ti që 3 dorës me i kanë zonë. Apo? Po, është. Shumë mirë. Po. Bravo. Se orkestra ta e pas shtimëve, pa në do me knu mirë.
Normal. Bravo. A ke zbulu për herë të parë pasionin për muzikën? Kjo më ka në njërë të natyrshme, që pas para genetike, realisht, se të dy prind me muzikë, nuk do me thonë që se kemi një rasi raste që ndoshta i kanë prind të dy muzikarë. Edhe nuk dalin. Edhe realisht kanë dalë këtë diçka tjetër, për të unë ka në njërë shumë të natyrshme, do me thonë në formë genetike. Talenti jonë është, jemi dhe jasë litit normal, është shfaqë shumë herët. Nëse këtemi retrospektiv tash në Prishtinë në viteve 80-ta, që smarja jonë ka qenë dikur, do me thonë talenti është shfaqë dikur e të moshës 4 vjeqare, edhe prej moshën 5 vjeqë që na veç u inkuadrum në festivalin më të mirë të kohës, Akordet e Kosovës, edhe prej aty, do me thonë, karriera jonë filloj si fëmijë fillimisht, edhe pastaj normal u zhvillu me kohë. Po një video që i ka bërë Dembelat e Stambollit. Po unë jam konë, aj drejtë, unë... Po, je vrejt. Jom tu nda nekne, unë jam. Po, Astrid ju kom pak ma i urt, më thonë edhe Astrid i gitarët që që i bjen, thu se ka marrua i vetë gitarën, dhe më thonë të. Definitivisht. Edhe Albani u ka një farë rockerin, një farë heavy metal, se të që alë ka i rike gati vetës, dhe nësha i ma i madhi. I vetë mjaj që su morë me muzikë. Po, të e din që është shumë i talentuar. Po, i talentuar, ja sa dush. zakonisht ka prirje për muzikë, po, thjesht ka vazhdu. A i mojnë me në kongën e parë që ke dalin s'ken? E më ndonë si fëmi ose si i rritun? Si fëmi. Se o konë Dembelat e Stambollit. Dembelat e Stambollit të konë kur kanë dalë. Pse s'pona rritet bostani sa kodra, pse s'pona pëhet pjeshka sa lodra. Po, Prinat net në mbesin, veç me 2-3 fleta, tjera pletë bëhen, petullat të nxehta. Shkjo në Akordet e Kosovës, apo? Po, edhe pa të më fitu qmimin e parë, se ka qenë senzacion, kemi qenë dveshun edhe me veshje orientale, shumë orientale ke bëhet di, ke mojme, si sot e orientale si këti sultanat vogël. Qëfar gjenerat e një? 80. 80-qa, unë e mojme në këto, se këta i kanë pas ka 5 vjet aty, unë i ku pas 7 vjet. I fejum jem konë kërsarej. Brava. Po, bilet fejum e dhe këtë shkojnë ati këshirë dhe këtë e ka një kongë Dembelat e Stambollit, e shkon kjo kongë me ty, kështu në Dembela, po adhe se qisha shumë. I vogrim kongë, po i vogrim kongë. Për ndryshe, kjo e ka prej nonës Pishankës, Astrid e ka babës Enveri, me një fender, me një gitare, kur shkëshim në për ato lokalet në për Macedoni, ku ka pas me këngëtare, kështu me plët këngëtare, këta orkestër, 3 veta, që ka i bëjke gitarës, do me thonë se kur je gitarist me përcil akord dhe harmoni, e me përcil edhe atë basin me kop, ty me nëshe që ka dhe basist, që është mirë i ka përcil ato. Shumë e sakt, po. A jeme neve? Ty mirë keve, mëre? Shkojmë? A ki pas dikon që t'ka frëmzu në fillimet e tuja të karrierës? Gjithmonë ka qenë ajo nana jeme, edhe normal, pri moshës 15 vjeqare, kur fillova, do me thonë, me inda zhanret, në atë kohë, do me thonë, u bo aktuale pop muzika, më thetë, thash, normal që ndikim në mu kanë pas, që më kanë frëmzu realisht, kanë qenë gjithmonë këngëtarë botënorë, super vokalistat, me qenë se peton pa dozë modestie, nëse inkuadrohemi në ato stile, as ma pak, as ma shumë, kom qenë qaj brum, kom qenë qaj kapacitet vokal, edhe gjithmonë, do me thonë, jam adresu të super këngëtarë botënorë, pasaj kohë, do me thonë, rockerat e viteve 80-ta, janë shumë stim, detale, artistat e pop muzikës që kanë bërë revolucion vitet 90-ta, si Whitney, Mariah, Celine, Stevie Wonderi, e shumë, do me thonë, artistë mëdhaj, të cilët, do me thonë, më kanë dikmu dhe në një farë forme, e kom gjetë edhe unë vetë vetën, që e kryova aso kohë një stil me të vërtet unik, saj përket anës vokale, gjatë që unë, do me thonë, edhe njifem për një këndim të tilë. Për ndryshe, nëse kena shku me knu, ose me bu muzikë, ose me performu në gostivar, mos me shku të Shanka, mas pari me hongër drekën. Krejt bendi, Adelina Ismoli, du me thonë aty shkëshim, krejt mrena, me hongër buk njerë, mani e kek pos drejti me shku. Të pas parasysh që shpia e këtu në e dytë ka qenë pa diskutim. E Robertit po se po, po edhe krejt, do me thonë artistve kosovarë, si të e pas parasysh në jemi mix edhe gjithmonë në kanë grejse, na kemi lindë dhe jemi rritë në Prishtinë, po do me thonë gjatë periudhës vitet 91, kër i qëtëm pri punë në televizion, u këthym atje, edhe me pretekstin me demek për një periudhë shkurt edhe mu këthy sërisht, fatkeqësisht nuk ndodhi ajo, në mbetëm atje,
Mas lufta Astriti dhe Albani u këthyn, unë mbeta do me thonë me primt atje dhe kështu do me thonë ka rjetë krejt kjo mesele. Para se mi bo do pyetje që i kena na kështu si me... Santi se unë e jo pa shaf mi. Ani, na këtu jemi, Po du me të pyt, a janë planet me u këthy Arditi tash edhe vllaznit i ka këtu, edhe qëtu ke lind, a janë planet me u këthy në Prishtinë? Po, Robert, jam të punu në drejtim. Dhe qka, normal që une, do me thonë, viç po pres më kry që këj mu i shenjë të Ramazanit, sigurisht, edhe pri prillit e këndej une po zvendosna përfundimisht në Prishtinë, se këtu janë senet, këtu bon ngjarjet, këtu e kom venin. Si krejt artistat edhe une, do me thonë, duhet më këthy pa tjetër, du nuk du, është treni i fundit që une duhet me shfridzu, jo rasisht e bona gjithat sakrificë realisht në Big Brother, për faktin që une, do me thonë, me u këthy ftyra jem, me u këthy, do me thonë, në aktualitet, edhe normal, tash me u kyç muzikës, edhe mos mu nalë më kurse, ma tepër si që duhet realisht kom pauzu, prej prillit Arditin e keni këtu, edhe djetë qka ka me ndohë. Nashta s'kena me mujt me ta këthy që shna ka prit shanka e ketë shpia ju, e ketë familja ju, po dhe sot mujna, do me thonë, kena me të najtë gati. Faleminderit shumë. Kiptu, jarana, kolegë, shok, vllazën e qka dur zemra. E di dhe ja u di për nderë. Normal, e di që kom shpinë të fort, ju kom juve, edhe shqyqër për zotit që ju du e më doni, kjo është shumë rëndësishme. S'ki nevoj për kur gjo, po që, vjen puna diçka. Sigurisht, e vlerësoj shumë. Santi jonë. Ajde, Santi. Qa po ta mërmenja? Jo, e pashtu një pytje dhe më pëlqej shumë edhe du mja bo. Jënë pytjet bukra janë se nasi bojna këto pytje, unë e di kush i bon, po se knasi. Cila është ëndra jote personale, jo profesionale? Ëndra jeme, qajo që e kom thonë, edhe ka qenë shumë më bo aktualitet, tu e pas parasysh që pak e kom vënu këtë punën e martesë, qato e kom, do me thonë, prioritet, paralelisht me karierën, po ajo vjen në se da ajo qika e reja, ajo në Gjermani që është. Po, Eliona. E po, adin ajo, adin kështu, adin tash, që kene i pak mua bet, adin? Ani, shumë mirë, bravo që ma pat parashtru që atë pytje, ka drejt normal, edhe përgjigjem ka qenë shumë reale, edhe do të thot, edhe pësa jo ka kalun meme, se forma që që kom thonë, dështë ja kom bo pak rafsh, po është shumë e vërtet që prioritet ka me qenë që ajo. Shanka, që është të okon, adin kur ka pritu diqka, adin se u lëdhke, adin, jo kur i ka shku nërma, po adin dërë me kri pak mash pritan me folë. Kom dash mi që pu direkt, po me menu zot e din ku jem konë, po nuk është që nuk e kom kuptu edhe nuk ja kom dhonë përgjigjen e sakt. Se realisht, po, është shumë e saksa e që ja kom thonë. Faleminderit. Une kisha dollë në ato pytjet e Santionës. Qëto pytjet më janis për një ma, une mi boq tash. Mi boq të ja? Po. Hajde të këshyre. Qyshe këshe bonja, që mos e lezenja, qyshe këshe bonja? Hajde të qofim. E, ti përmenën që e letë. Për të një vështjallë që një syni, ja. Se në ashtë takone, Santin. Ani, këtu jemi për... Qërë, mu nuk du mi thonë zgjede një numër. Du mi bo pytje cila du une. Shka të të në zemra për? Shtu jem na? Ani. Jo, po s'ki që ka huop. E kam një shok lopit. Në Gjermani. O shpirt, po s'ki që ka huop, jo. Për shka do t'i qka që apesha? Jo, bre, sa atin s'moj me nejtë, po s'ki që ka huop. Po të? Qka të lënë për shtypje të këgjinia kondër? Qka të rhek mas shumë ti? Definitivisht, ajo, nuk diskutohet fiziku, është e para, është pasyrja, edhe në kuadrë të saj, energjia pozitive, shumë lunë rol të une, të me thonë me qenë karizmatike, me qenë vetvetja. Kariz shka? Karizmatike, harizmatike, edhe që kja. Do me thonë me pas, me qenë energjike për shumë sene, do me thonë energjia në shumë valë, në shumë kontekste. Jo, veç me një... Jo. Adin ato një valë që del aty, jo, të me konë full. Ajo direkt vi, s'ka. Ata ka ty zamrën na i kosh? Normal që po, adi qëfar tipi jam tip që do me thonë qëka do që ndotëm, okej. Po ka, vazhdojmë tutje, nuk merna. Shumë e tjeshtë është, kush më hup mu, a unë s'kom qa me hup. Kush ta ka ty zemrën?
Këto e gjana pak shumë thella, nese, kres, okej, ka ndodhë, me gjithatë jo diçka tragjike, jo tragedi, jeta vazhdojnë edhe nuk e lodhi trunin se ka shumë gjana ma të rëndësishme në jetë. A beson në dashurin që kem parë? Jo, absolutisht jo. Dikur që të kesh që ne Po, se që to që i tha S'ka ma herët shansë. këtë, Qyre, kjo është, do me thonë, e dyanshme. Te dikush ndoshta love in first sight ndodh, po nuk do me thonë që duhesh mi besu, do me thonë, Unë menoj që është realisht. tërheqje, s'është... Ajo është çështje zotin. No! Dashuria në shikim. Qëta është bonë më rrës? Që 3-4 javë ka im punë. Qyre, ka raste që po, ndodh, edhe do me thonë mundet me kenë e para edhe reale. Po a besoj? Jo. Zbeson. Jo. Mundet me ndodhë, po unë nuk besoj. Që kjo është? A ki pas në lidhje që ki majtë sekret për krejtve? Sigurisht që po. Nuk kom dash, do me thonë, kom dash gjithmonë jeta private me konë bashkë e jemja, bashkë private. Jo me u përfolje, me dala në Se dhe mos kërje ftyrë publike, dhe qysh... edhe ja kom arrit. Jo më konë bashkë, do me thonë, ekspert saj për këtë kësaj fushe. E a ki do njerë me 2 persona njëtën ku? Jo. Që kjo është Jo. ja? A është të nditëra jo? Jo, kjo është, jo. Do shta kom pas mundësi, normal që po, se opcionet gjithmonë ekzistojnë. Shtu ndomas, Po, njëtë në më dojë jo, me 2 jo. tona. Që shki qefte, jo, që shki Se qefte. pa tu me flekë me to, po. Realisht, ka ekzistu gjithmonë mundësia, po unë e kom gjetë, do me thonë, me mbajt një dhe jo 2. Kërk, Shumë Kërk? pata. Ha? A kryve me qëtua? Qa? Qka ndodhi, unë e prita diçka më. Personale, veta. No, Po, super, u kry. okej. A dit, a ki fillu me punu me kompozitor, me tekst shkrus, me këni të bashkëpunu, nëse së është kështu në sen? Jo, me knacin ma të madhe premier, jatë të jatë të kush, vëllat shkoj. Unë do me thonë, jam bisedime, do me thonë, jam edhe me Astritin të konsultu, aj me disa, po hala kur gjo diçka konkrete s'ka, po normal që nuk diskutohet që komi selektu ma të mirët, se tash sidomos për comeback, më duhen comebackit forta, këngë të sigurta që të paktën, 5 këngë i kom, do me thonë, në menu me i realizu, pri 5 ndështë ajo të gjitha, po një 2 deri në 3, interesi jam është për me dhe, se ndryshe, ko të flasim, anë kuptan, ashtë ma tepër gjithë kjo pa ushi ka ndodhë, ashtë duhet me diçka shumë bindse dhe shumë sigurt, se për ndryshe është vishë një kohumbje, kohumbja në muzikë është e pa nevojshme. Qa është është? Gostivari, qka thot Gostivari, a del në ikon atja, se mas një ku e shumë gjatë, ku në ka ra me shku me bu muzikë, do me thonë, u rritë edhe Gostivari, u rritë e lokalin, se unë e mojnë men, viteve në dhejta. Ka ndryshu, ka ndryshu shumë, për të mirë ka ndryshu, po paralelisht me këto fatkeqësisht duhet me cekë dhe faktin që edhe një here, do me thonë shqiptarët masovikisht janë shpërngull, fatkeqësia me e madhe, edhe në atë qytet shumë të bukur, e të lezetshme, me shumë histori, po dominon krejt një frym tjetër, është bërë si një vend kur gjos kemi kunder, po shumë turq kanë ardhur prej jashtit, shumë pak po ndigjojmë shqip, sepse pjesa shqiptareve që dolen me gurbet, edhe ka dal një numër i konsiderueshëm. Kur tom i konsiderueshëm një numër shumë i madh, kogja i madh, në gjotë që është për shumë shqetësuese, është fakti, po normal, që dalë, kuptohet, kom shoqni, kom rreth, edhe atje i kom krejt mirat, nuk diskutohet, ka lokalet mira, ka vendet mira, për everyday. Autostradën e kemi tash, do me thonë, se për para ka qenë pak si marë. Fix për 1 orë 15 minuta. Për 1 orë 15 minuta. Nuk është jom largë. A në shvëziti, për 4 orë në Gostivar. Apo, qipi bjen për 40 minuta. Ama jo, rikvers. E qipi bjen 40 minuta tonë, që aty deshti me dalë. Jo, dhe pse s'tash Maqedonia ato kamerat i sakatun kreta, keni kujdes, sidomos ti që s'shkon kur. është se ti rept është të vërtet. Ane e përshëndesim në Gostivarin se shumë kam kujtimet mira në Gostivar edhe në kohën më të keqe, në situatën më të keqe, vjetë më të këqia, na gjithmoni këna pas të këqia në Kosovë, po qaj viti 92, 93, 94, 95, 96, kur s'ka punu në Kosovë, në Gostivar,
punojshim të Fadilit e Prandaj Aronion, thash Golden kemi Night. histori, kemi shënu histori, Shumë. Robert. Shtu që e përshëndesim gostivarin, hajt një 3-4 fjallë si gostivar që shpollet për Santianën diçka, din kështu një farë. Qka mi Si atin thonë problem, kjo? po qka me thonë diçka? Ausa e heshme u kjo njona. Oj A, te, be, ja be luat qka, sa e shishet. kërcel. Kërcej lov është, lov. Do me thonë se cila fjallë është, ma e mirë se tjetra. Ma e mirë se tjetra, po dhe? Kërcej do me Ama kësi thonë fjallë që një s'kena lov. një kur, si kena një. Lov s'ka si ti. Kjo është konverti i fjallis. Okej, falim A, kuptove tash? Në regull e mi. E për ushqim, po thot besi, besimi ma që një mesazh, po thot pyte për ushqim. Po? Qka me pyte për ushqim? Pytja ma e diskutume edhe faliminderit që ma parashtroj, unë zakonisht, jo me Evropian në shumë aspekte, Ty po, e këndisht, po ta mush, ta nirin. Po, ama, nësi farsene, që, sa që kjo, qka bosh me ata... Dy këkërdhia. Ajo aperitiv që tu tjetë. Po. Edhe kënë thonë, 9 bite, midhje, kidhje, pidhje, tidhje, shtidhje, Jo. s'kemi pun me ato. Jo qka jeme, gulashi, që, copa e bifteku. Rap! Ta qetë këtu, A ho, në se ho. Ti. aty, copa e mishit, era me sos. Bukën, 3 veta të e pru kështu. Buke gotë. Jo, asi buke full gluten, sheqeri, diabetin, Bajt nanës. Qka të bëjmë kështu, të bëjmë ashtu, jo, nuk ka shansë, pireja kon pire, senet të cilat të aronojnë shpirtin, luktin të maltretojnë direkt. Byrek me gruash, su një kërqovës, ki gostivarë. E hanë ato edhe drejt për infos bosh, aty o vlera. Që atër do me thonë ke hongër buk. Pasha, Ato zotë. me, ati qysh si me hongër atë pirunin. Nejse, midhje kirje, iksi. Ato të mira janë, po që pëthu që është ma shumë për me bu story, për me bu foto, Ato e nga qka me përvic për asi, për po të dekor. kalëzaj shumica aty në veç që shkojnë aty e qesin një story, pi atyt drejt të tara. Po dhjet ajo pun, Që bapa, yndyra në hava. A i s'ka nevoj për marketing, Po që normal. Gjakovalia i vetëmi është, në 12 qelë, në 2 mshel. Apo, Po. pretëm se Ke erda që Gjakova. në Brezovic shkoj, Vetë po. Gjakova mi mu zbrit. Tamam, erda. Edhe qytara është, e përshëndesim edhe... Shumë e përshëndesim dhe Gjakovën, e kom Që- edhe mikën tem atje, Që ka shku... sa hodën cilën e du Sasëna, unë e kum një që është katonare. Jo, ajo është... Po ta një- garantoj me jetë që e Po, besniki se Gjakovar, kur? Bo pa vetë. Tash une, okej, ti petu këtë variant, Jo, po jo. varianta... A dhe pse për thëmë? Varianta është ndryshe. Se më kanë gucë. Apo, O konë qëtu me sasën kërë Leonard, njëherë qëtu në studio, si o i tha ku jo pjedhone. Mu. original? E tu preka, kështu prek shatis, la shku e kom maltin, mër. Sasën e kena losh shumë, e kena pos këtu. Edhe unë e du ma shumë të Edhe përshëndes kej shumë. familjen. Sasën edhe Gjakovën, Gjakov, mburja e Gjakovës së Sasa, dijeni këtë sen. E për tarën që kështë të tregu, i vetëmi është që edhe bën hajgarë aty edhe spreket e edhe i ka thoni shokët vetë, se e bën tarë, apo mi gjenë, tha, 2.000 euro be tha Daytonën, një bank, s'po du mja përmena emnin, një bank është ofertarës aty. Okej. 3 lokale ma poshtë se tara. E ja bën, tha, kam marveshje me këtat bankës. Ata mës me shi që bo, pa unë mës me dhonë hoa pare. Që të mek mësë më lypë. Atara të shku në qatë bank, gjdo javë të e lypë historinë këto, që shitojnë gjendjen. Gjendën, po. A bën gjendjen në 6 mujore, ata tarë para 4 ditë i keve, që ashtu e kom punën. Ata 6 mujore që ka që letra, tu i pështjel që bopat me që ato letra. Ashtu. S'kan qore, pa t'i dhonë ata. Bravo, që kërë porta. Që soj menqëm. Kërë porta, bravo. Normal. Edhe, po dhe, duhet e me ka pos një shkruasin. punëtor katonar. Edhe Gjakovart me katonar, pe ti? Jo, se ti e katonar. Edhe unë e bre, tarë thash, a ka këthy kjo, se një 3 muj s'ka punu që e punëtori. Tarë atë të i pika të.
Lesi se vraqa. A din, u konaj seriali që Lesi e qeni shkrejke, e u kthejke, mas 2 muaj u kthejke në shpi. Edhe po sërër, tha, Lesi se vraqa. Bravo, knaqëm pasha zotin e përshëndesim të arën. Speciale përshëndesim, sigurisht edhe pretam, se erdha. Badjova ti bëni marketing e lefdoje, sti e pa pare. Jo, ashe kon e di. Ja. Po ndoshta e kon fatin edhe, ndoshta. E kun pas një shok, ja bëjke. Ndoshta. Tar, a mi 5 sopa edhe lësho dorën kep, se tha, një kolic kep, tha, 2 euro. Kështë lësho dorën kep, pak sa i të qiti qpak, adin? Lësho, tha, dorën kep, tha, se 2 euro kolica. A shkojmë edhe me një kong. Me knacin më të madhe, Rob. Edhe kthehemi me rubrikën e Hepsit, Pulat e Robertit nga Hepsi. A u knaqët? Jej, përceli këto dritat e kamerës. Ha? Kur se din, ha? Mropa i kia, ta mropa në studion tjetër. Ju të nga gjiru me drën, kthehemi pas pak.
gjitha që ti kam falë ty. Ti më betove, në premtove, nuk të ndroj me asgjë. Ti më largove, e harove, e më letoj qa. Lakte mia, si duroj, në vetëmi nuk kur tjetoj. Lakte mia, si duroj, në vetëmi nuk kur tjetoj. Ti më betove, më premtove, nuk të ndroj me asgjë. Ti më largove, e më harrove, ai e më letoj qa. Bravo Ardit, bravo Bendi. Kong shumë e pas ke përzirë që të kongën e dytë sidomos shumë të mirë. E tash është koha e Hepsit. Hepsi është baba i pulave. Faleminderit që je sonte me neve, se edhe javën e kaluar të kena pas. Edhe tash 4 vite të kemi. Në Heps doni me shku mi provu dy produkte mi provu, edhe pse kreti kanë të mira, po më të rejat në Heps, e kum thonë edhe para disa jave, është Crispy Beef Burger, produkti më i ri, edhe Mini Fingers. Beef burgeri është mrena, është juicy, e përsjashmi është crispy. Do me thonë shije më të mirë veç lodhësh. Ku ashtu veç në Heps, Santion? A e na shku në herë bashkë në Heps? Jo, kena më shku. është mirë mi vizitu se i kena lëshka mona. Okej. A Mini Fingers është gjithashtu tjetër produkt i Hepsit i ri, po gjithështu të me provu se copsat krokantet pulës vinë në 3 sasit të ndryshme. 5 copë, 8 copë dhe 10 copë. Provoni në Heps se nuk zhgënjeheni. E na e kemi këtë rubrik me bu një farloj aktrimi. Ta këshyrim me kon kena me folë, me kon... Hajde të shofim. Ta shofim. Cila surpriza e radhës? Atë ja bojmë Arditit parë. Hani, ty e ki. Ha, unë e kom. Ardit, në telefon të thirë një studente e jotja dhe të kërkon me dal një date me ta. Qka i thu të edhe në studente e jotja po të thirë një date? Që vish janë isi me të cingru. Menoj e pak ty. A për mua? Vallohin, hajde. Profa. Po, alo? O, me profin përshëndetje, si e? Po i mirë, fandet, mirë. Po mirë, kalova mirë që aty një 3 muaj në altë poshtë, mirë. Po urna? Qka? Urna? Qysh? Jo, digja profin. Ti kemi gjanat kjartë, jo. Po shtu ndodhë, diçka një farë mrekullie. Ndoshta molekulat ato me të mrena atu kanë të lovit, po do të me di që na... Të lovajt! Janë të lovajt? Jo, kjo është e papranueshme. Gjithmonë duhet me di që raportin duhet të mbaj profesorë dhe studente. Që pipje nëse ki naj qik teza, naj kojshike, në të 40-at, mundës me adhon Instan, TikTokun, dhe sigurisht se profi do të dalë në akcion. A jemi në regull? A ti, mos ju doj librit? Jo, absolutisht jo. Dërsa për orë të këndimit, ne do të flasim që ta bëjmë orarin. A u kuptum? A e pas keni kojshinke, a? Fali pak intervenatja për mu dhe që në kitë garantume. A u morën vesh? Bërë në kone dhe u kolla 32, 33, 34. 32, 33, jo me profin të shumë e reti. Edincione nuk bëja si sene, po falim dhe që po interesohesh. Gjithsesi,
Qasaj kërëshin ke mirë e kështë bo pedenti dhe që në ki garantume. Nuk diskutoj ma tepër, sepse... Shife minorët e... Shme të mëngjesit. Na meremi me... Letë në besim të qështja e këndimit, mundësisht. Mas ndryshojnë rolet, sepse mundemi me pas probleme më tutje. Nuk përshëndesim. Nuk kafshim. Bravo, prof. Qështë po këtire mu, bre? Kjo ke pak... E sa, qëfar më shërën këtë studentët të? Pak irituse. Janë prej 25 e na. Pe 25? Po. Si Jo, Zden numri këtë. Maraj. Jo, Alo? mësa qelni, jo Robertit. Alo. Ja, veç do shna me thonë të shka, se s'po mësën. Prit pak, ta e këtë pështë të Ta shpërëndu në profesor, e të më pytë, e i dekani. Robert kena një qështu adin me studenta në këtë. O, s'po mësujmë, bre profesor, s'po mësujmë. Ja, të mësujmë. Se unë si këshanguz, po. Si që dhe e vrejtën. E pa, me dëshmi të gjallë. Ka sa dush, kur s'ka pas ma shumë femna. Absolutisht. Edhe s'ka nevoj me nëzonë se... Jo, ajo nuk mundet me ndodhë. Ne këj shike aty këtë. Jo, po, përshinke, se njën që Shka ke ti për kone ki aty? Ajde, levzoja që të santit. Që ato shkrenat e vogla. Ue. Po. Atëherë, Hajde. Arditi pyet Santin. Shkrenat e moja kena to. Ta është do të vogla atë por. Një shoqe e jotja, që nuk e ke pa moti, të thirë në telefon edhe të thotë, 2 pika. Pse e kem shel Instagramin pikpytje? Nuk po muj me të gjetë kur qysh. Cila është përgjigja jote pikpytje? Pse ku më shetë Instagramin? Po, edhe nuk po mundet kur qysh me të gjetë. Cila është përgjigja jote? Që të thirë. Apo treta, qelja se gjyna, nuk është s'ka kuptim. Alo, moll, qa po bën? A je mirë? Mirë edhe në qenë gjirime jam. Ti dhe mirë. Qysh më e ku më shetë Instagramin? Unë e ku më shetë, po s'ki faj se së më shkru në kërë. Vete mu të rëntonë e forcën, të kalëzën që shëkam. Masi veç s'kok në të dojnë. Se më shetë Instagramin unë, Sejnë Malokut e dhe. Mëse ki bo blok, si del Ja, që ki. s'ka shansë. Vete forcën të kalëzën që shëkam. Se qëtu kur së më shkru në kërë, asë së më thirë kërë, nërmal me nënë që e ku më shetë. Forca, Vëlla shoqe. Molla, motra forcës. Shka e të thonë, mëre? Të do me fol pak me to, po Aje- zemrën, të dua, që mere Robertin. A je sigur që e ki Jo. shoqe? Ej, e pëse s'kini kalëzu mëre që jeni motra kalavlak? Ha? Mas kam shirë. Amalja. Ketë si motra vetë. E, me si vërë. Vëlla shoqe, a je sigur që e ki shoqe? Shumë shoqe. Apo? Po di- Mi rafsh këto këvoqe. E kom që Qëto bre, e kam po, qëtë problem. jo. Ani, që Kom kjo qëtë mi është. lidhë senet me rima e Që harem kjo që është. mënët mu prejkë dikush. Ama na e lidhem. S'ka këtu vend për kesh kuptim. U rimu shumë bukur. Do me thonë me një shëshni shumë të modhe që shtu që s'kum si një shumë gjatë ata. Edhe konga që atere, thiri ke shoqet, une para 50 veta, mi angsh dy koqet. Ato gratë, atë nuk këthim që të me sjene me si Robert, a me këne. Pa marrë parasysh ta shëm Ti në qua ta tjenë, zeri koqet, aj! Shka ka për mu? Hajde të E shofim. të këshyrim kush më thirë Kështu mu. me të vogla, a? Po me të vogla le të zej. Mu ketë do që shtu. Ku bre, si gjithë bre, A peta? për thirë në ekse jotin telefon edhe për të fëton me qenë këngëtar në dasmën e saj këtë verë. Mirë për shkak të kohës që keni kalu bashkë, po të kërkon që me knu falas, pa pagesë, do me thonë. Ue. Tash për na intereson me di qka i thu. Thirja. Një femën e kumpos Po, bjen një këtë, telefon. gjdo jo, një eks. Qa jo një, ka për më duke, qa jo. Qele se shumë për na intereson. Alo. Zoni shumë i njohshëm, po jam në gjirime. Musafir, ardit stafaj. Qa po ho? A e nive dhe shto, a? Po ku mos me një losh se ketë crispy o në aty në heps. Me ultratinguj. Ej, ku je mërë ti? Jone në qësajte që thojna, qësajte të janë edhe me punë, në gjirime, po ty s'kun po më ti. A ke në zona i sen, a ke... Martes? Si vjeta? A, një zemë bashkë po më vika mirë. Ti jefë mirë.
Jo, më nësën të jemi. Pivi me lodra. Vish me këshur datën zemra jame edhe... Pa pare? Jo, si vjetë nuk knaj më re, po... Qëre loqka jame. Masi e pas kënë shtator, se ti kështë pas korek gësht edhe atër kësha bo diqka, po masi e pas kënë shtator, ti ma ke dhonë zemra. Normal. Se edhe aty zemra re, me kumpane. E po tash. Si jam të buaj gore, ti e din që nësë me ndryshu, pa as një cent. Vetë zërimin, bendin edhe... A ka pore i loqka? Qfar femne ka bu, po martën, ishdo është bile bakshish me në gjujtë. U kry zemër veç më lajmëron një javë ditë për para në shtator, që mës me haru. U ri me zemre me u trashigovsh. E ka njerë thërmë. Haj gore në rumë, hajde zemre me. O, e di zemrën e modhe e kumë posë gjithmonë. Ciao. Që besoj mirë është. Jo, mëre, po, i e lirë mund shme po për dikon tjetër. Kena bo Sa shumë mirë e lidhë më. Sa melodik që ti Shumë. ndroj. Sa bindës. Nge. Që është nge oktavën e madhe poshtë atje. Po, Bravo. zemrën faleminderit Bravo. që ishe pjesë e robi plokët këtë vetë. Shpresoj që s'kena ngusë shumë. Faleminderit shumë. Kom kalu perfekt. Por, zotin, Fenomenal. Respekte ma të madhe, Pas se na kena ngut shumë pas prope. nevoj për një energji t'il, ceka para prakisht energjin. Kush e ka ma të madhe energjin se ti, kështu që pa diskutim jom të undi shumë mirë, gjithë shka perfekt, faleminderit shumë për ftesën, edhe njëre përfitoj për rastit mi përshëndet të gjitha ta që na shikojnë, vazhdoni shikojnë emisionin definitivisht më të mirin, marginal, më të qëllumin, edhe deshta mi përshëndet, edhe mos të haroj edhe njonën me përshëndet, se ma ndej qartët, Bia Kalifën, të cilën e du ma shumë ti, edhe o konë misi i Big Brotherit. por, zotin, Po. edhe na Edhe përshëndesim na bien edhe përshëndesim e kena ftu, ko me na ardhë në emision. Sigurisht, ajo o konë personi ma original mrena, për krasasës kuptot, edhe... Ama gjëna këto që së është dyja- rumune që jetën në Itali, shumë kësha pas qepë. Ti kishë posë që të dyjat. Si do qoftë, I love you Bia, të du ma shumë ti, edhe gjithë shqiptarët ku do që na ndjekin, Robert faleminderit edhe njerë, knaci, diskutum, u këtym pak në retrospektiv. Ti mos Dhe unal të sigurisht, punu me projekte të reja edhe çka do që t'ki nevoj me promovu diçka derën e ki qelë të robi plakët ku do në vetë, me Faleminderit bendin ton, edhe vishtë prifë e mora zemre me. Faleminderit shumë, edhe njerë knaci që isha sot mesin e ju. Gjithashtu. Diaspor, edhe shqiptari, ju duam shumë. Ciao.